Zoti Lisani, pse zgjodhet qarku në Gjirokastër për të kandiduar në këtë zgjedhje parlamentare? Unë kam qenë sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe nga pikpamja partijake mund të zgjidhja çdo qark, sepse njoh organizimin e partisë dhe kam punuar në shumë qarqe të Shqipërisë. Por zgjodha Gjirokastrën dhe për të respektuar origjinën time. Familja ime vjen nga Zagoria e Gjirokastrës dhe fëmirin time kam kaluar shpesh në fshatët e Zagorisë. Kështu që në respekt dhe të origjinës së familjes, mendova që qarku i Gjirokastrës mund të ishte opsion shumë i mirë për të kandiduar për Partinë Demokratike. Dy fjalë më tepër, kush është Albert Listani, për t'ju njohur edhe ata për të cilëve ju kërkoni votën? Albert Listani, unë jam i martuar, kam 2 fëmijë, kam një vajzë të rritur, e cila dhe ajo është martuar dhe për kuriozitetin e teleshikuesve tuaj më ka bërë dhe gjysh. Kam mbaruar studimet në Fakultetin Juridik në vitet 91, i takoj brezit të studentëve që bën çmos për demokracinë në Shqipëri. Më pas kam punuar si gjyqtar, kam qenë avokat, këshilltar i Presidentit të Republikës, drejtor i Shkollës Magjistraturës. Kam qenë antar dhe kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zëvendësministri i Brendshëm për pak kohë dhe pastaj deputeti i Kuvendit të Shqipërisë në legjislaturën 2013-2017. Kjo është pak a shumë si vija ime dhe statusi im social. Pse duhet t'ju votojnë ju, banorët e qarkut të Gjirokastrës? Personalisht i ofrohem Gjirokastrës si djali i vendit, me që thash familja ime rrjedh prej këtij vendi. Jam me një CV të mirë nga pikpamja profesionale, intelektuale. Kam një përvojë në fushën politike, duke qenë se kam qenë deputet i njoh parlamentin. Kam një CV të mirë në pikpamjen e organizimit partijak, duke qenë se kam qenë dhe sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike. Po përveç cilësive personale, kryesorja është programi që Partia Demokratike ofron për shqiptarët. Unë do t'ju thosha votuesve me që jemi për zgjedhje që vota është një herë në 4 vjet. Qytetarët kanë mundësi të ndikojnë tek pushteti një herë në 4 vjet dhe është një gjë aq e rëndësishme sa që nuk mund ta shpërdorosh, sepse nuk ke një mundësi tjetër derisa 4 vjeçari të kalojë. Prandaj duhet menduar mirë për votën dhe duhet zgjedhur mirë forca politike që do të votosh dhe kandidati që do të votosh. Shiko, ne kemi përballë një kryeministër i cili në këto zgjedhje të paktën po ju afrohet qytetarëve me nocrokun, me çyrykun. Po ju tregon fëmijëve që të shohin fotot e tij nudo në Facebook, pra një degenerim total i strukturës shtetërore shqiptare. Vim pas një qeverisje prej 12 vjetësh nga Partia Socialiste, e cila jo vetëm e ka shpopulluar Shqipërinë, por kryesisht e ka varfëruar në skaje atë. Dhe për më tepër një bandë kriminale e cila i ka vjedhur shqiptarët në një mënyrë të përbindshme dhe të vazhdueshme. Kështu që në këto kushte Partia Demokratike ka përcaktuar si drejtim kryesor të asaj që u ofron shqiptarëve për 4 vitet e ardhshme, së pari t'i nxjerrë nga varfëria. Dhe që t'i nxjerrë nga varfëria, ne kemi dhe duam dhe kemi bërë një plan të qartë dhe të përcaktuar se si do të rrisim pensionet, si do të vendosim minimumin jetik jo më pak se 200 euro. Si do të kemi rrogat minimale jo më pak se 500 euro, rrogat mesatare jo më pak se 1200 euro, rrogat e mësuesve tek 1500 eurot. Duam të ulim çmimin e energjisë elektrike, duam të ulim çmimin e naftës.
duhet ulim taksat në mënyrë që shqiptarët të dalin nga varfëria. Dhe paralelisht me këtë duhet të kalojmë nga Shqipëria hotel, pra nga Shqipëria e përqendruar ke ndërtimi, tek Shqipëria e përqendruar tek prodhimi. Ke prodhimi vendas, ke Made in Albania. Dhe së treti, një nga shtyllat kryesore të programit PD-s është ofrimi i shërbimeve tek njerëzit. Në Gjirokastër ju shikoni që shërbimet janë larguar. Për shembull, për arkivat duhet shkoni në Fier apo jo, për gjykimet administrative duhet shkoni në Lushnjë, për apelin e gjyqësorit duhet shkoni në Tiranë, zyrat arsimore edhe ato jashtë Gjirokastrës, drejtoritë e shëndetësisë dhe ato jashtë Gjirokastrës. Pra shërbime të larguara nga qytetarët, gjë e cila e bën shumë të vështirë për qytetarët që t'ju afrojnë këtyre shërbimeve, t'i marrin këto shërbime. Mirë po, në rast se ti nuk merr shërbimet, në rast se vendi varfërohet, në rast se rinia largohet, atëherë qyteti kthehet në një fshat të madh, në një zonë rurale, dhe jo në një qytet siç Gjirokastra si takon të jetë. Me një plan të qartë në këtë drejtim, ne do të mund t'i realizojmë këto. Dhe kjo është ajo që shqiptarët duhet mendojnë, që votuesit duhet mendojnë. Ne duhet votojmë sepse duhet rrisim cilësinë e jetës tonë. Ne nuk mund të thjesht të votojmë se kemi një kloun i cili na mban me duke tentuar na bëj për të qeshur dhe për të harruar varfërinë që në. Edhe këtu dua dhe të vendos dhe një theksim. Shiko, të votosh nuk është një tifozlik. Nuk është sikur shikon një ndeshje futbolli dhe bëhesh tifoz dhe nuk e ndron ekipin tënd megjithse humb. Çështja është që politika nuk është tifozlik. Politika të ndikon jetën dhe duhet realisht ta mendosh mirë atë votë që e ke njerën 4 vjet, ku e hedh, për kë e hedh. Shikoni dhe kandidaturat që ofron kundërshtari në politik. Janë njerëz të përlyer në korrupsion. Ju keni ndjekur shembujt dhe programet që japin mediat sot lidhur me vjedhjet monstruoze të kryera, qoftë në bashki, qoftë në qeveri. Dhe keni përballë qytetarë cilët apo kandidat për deputet, të cilët ose nuk kanë asnjë lidhje me politikën, ose nuk kanë punuar asnjëherë në administratën shtetërore, ose janë të pashkollë dhe pretendojnë që të jenë dhe deputet, ose kanë dhe të kaluara të tmerrshme në qarkun e Gjirokastrës, që gjirokastritët i njohin si hajdut ordiner. Dhe kjo është dhe ta fyesh popullin e Gjirokastrës, kulturën e Gjirokastrës. Prandaj mendoj që ofertat që ka Partia Demokratike, qoftë nga pikpamja intelektuale, jo vetëm unë, po dhe kolegët e mi që i ofrojnë Gjirokastrës si kandidatura për deputet, janë në fushën e majave të profesionit. Janë intelektual të shquar, janë pedagog, dekan, profesor doktor. Pra i ofrohemi qoftë në ofertë njerëzore, pra me cilësitë personale, intelektuale, por dhe me një program të qëndrueshëm të Partisë Demokratike. Dhe njerëzit duhet ta bëjnë mendjen top, çfarë duan për të ardhmen e tyre. A duan që Gjirokastra të lullëzoj, a duan që të jetë Gjirokastra një qendër e jugut, ku të jetë një qytet universitar që glon nga rinia, siç ka qenë dhe pak vite më parë, kur para se mortaja e rilindjes ta pushtonte. Pra duan që shërbimet të kthehen pranë tyre, duan që të kenë punë, duan që të dalin nga varfëria, që të jemi pjesë e Evropës, duhet të arrijnë standardet që ka Evropa. Po standardet që ka Evropa nuk arrihen me korrupsion, me hajdutëri. Arrihen me punë, me njerëz intelektual, me njerëz që duan vendin. Dhe edhe një nënvizim të fundit ndoshta për ta mbyllur. Shiko, e djatha është e përqendruar tek familja. E djatha është e përqendruar ke dashuria për atë dheun. E djatha është e përqendruar ke besimin në Zot. E majta ka cënuar rënd familjen. E majta nuk do atë dheun. E majta nuk beson në Zot. Dhe njerëzit duhet ta kuptojnë pse janë të djathtë dhe pse janë të majtë. Pse duhet votojnë njërin krah dhe jo tjetrin.